Mirë, sa minuta na mbetën tani, kalojmë te pasta. Shkojmë pak përbërësit me çaj gatuajmë makaronat sot, makaronat olla. Makarona në formë tubi, kishin minutazhin prej 9 minutash, me perime dhe bechamel do t'i vendosim në furr për t'i përgatitur. Gjysmë apo një pako e plot me makarona, 2 kunguj të njom, 4 lugë gjalp, peshk pa hala, pra ka dhe peshk kjo recet, 1 filxhan brokoli, salcë bechameli, majdanozi grir, parmigiano e grir, mozzarella e grir, pra 2 lloje djatrash, kryp i perizi. Kemi zier makaronat, paralelisht do të bëhet sigurisht edhe bechameli, por do të gatuhen patjetër edhe perimet. Më pas do të vendosen në furr. Dhe kaloj në ndyrën, që i dhash fund edhe vajt, edhe gjithë shkaja. Një peshk që do zier, duhet marrë pjesa e mishit. Atëre thikën. Kocë levrek, qa ishte këtë peshk? Shiko tani, duhet një peshk pa hala. Okej. Mund të përdorim... Peshkatarë thanë në thonë që është levrek. Mund të përdorim koranin, mund të përdorim çdo lloj peshku, mjafton që mos ketë hala. Opa, tani këto. Ne do të marrim këtë pjesën kryesore. Syç katësia të tuat, nuk u gjënde në dynja. Po ta vësh re, nuk para ke kënduar serenat. Nuk para, po nuk ke kënduar. Nuk i ke qef serenatat? Se se jam nga Korça, më pëlqen gom të Tiranës, që të përë? Mirë, ato të qëndrojnë më mirë se ti... Me thëmë drejtën, se kam provuar. Dhe ti përshim të gjithë shkraparlind, si janë, nga nona ime. Kaloj të skrapari tani. Copat e peshku do t'i skuqim, apo do kalojnë në zjerje? Do t'i skuq pak fare. Në ka ikur minutazhi, më thonë dhe 2 minuta kemi. Ja, shumë pak. Më duhet shumë pak. Eqim edhe tavën. Po, tavën do t'a sjellun tani. Thjesht, do bëj vetëm kaq mas edhe jo më tepër, se s'është se... Briami është gati, ka marrë ngjyrën që duhet, janë përfithur lëngjet, ka zier orizi, stohet dhe më pas e servirim. Shifeni pak. Do të kaloj kungujt. Pra të peshku, ketë shije. Edhe peshkun dhe kungulleshkat. Pakës gjalp. Pakës krip. Një ka urdisi se ato kalojnë më pas edhe në furrë. Ti vendosim këtu? Atëherë, shtoj pakës ujë. Si që dini, makaronat e kanë 9 minuta zirjen, po ne kemi zirë më pak. Janë al dente? Po, janë al dente, sepse pjesën tjetër e vazhdojnë në furrë. Nuk shtoj fare boqet e brokolit, sepse i kam parazije pak. Po. Thjesht, peshkun. Ja, edhe një tjetër, që mos ketë ankesa që e lash. Në mbushur edhe syzet me avull, normalisht. Me avull.
I vendosim edhe brokolin. Si që thanë, kemi 2 djathra, mozzarella të grirë, po ashtu dhe parmigiano të grirë. Po të doni ju, e kaloni me bechamel, në të kundërt, nuk e kaloni fare. Po, si të doni. Me që... Kemi këtu ato, nëse i kemi bashkë në një ditë, bashkë me briamin, pjesa e mozzarellës i ngjitës atë dhe bën një taftë të vetme. Gjë që nuk do ta... Po sigurisht që ti shtojmë edhe pak lëng nga zierja, që të vazhdoj, ose të piqen, ose makarona furre do t'i përzjeni në fund fare. E afrojmë edhe... Shumë pak. Lëngu. Vala që lëng. Shumë pak. Këtu. Dhe direkt për në furrë, mos harroni, receta do t'i gjeni në YouTube me mënyrën e përgatitjes, në rrjetet tona sociale me foton e secilës prej recetave të sotme. Kjo është tryeza që sollëm për ju sot, shumë të veçanta edhe të shijshme, të lumshinduar, të shihemi nesër. Ndërkohë, ju përshëndesim nga kuzhina. Shihemi pas pak së bashku.